Kjo dunja vëzë nuk është që puna po shkruhet neve. Për ditë dëgjojmë vdekje, për ditë dëgjojmë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu tjena, te Allahu kena më kthi. Shkoi filani, kish dek filani dhe na rrim trupa sikur kur gjasa të ndodh. Dhe me aj, unë jo. Jo vëzë, ti një ditë. Sikur që të ka shkuar një kusheri, një vlla, një daj, një ax, një bashkëshorte, një ditë ti dush me land, se nuk jeti ndryshe. Ti je pit çati lloji që ka shkuar ai. Andaj Allahu xhela kur na i tregon këtë skenë të ahiretit, ku është qëllimi? Pse e ka pru që këtë skenë të ahiretit? Në Kur'an. Por ata që ka zemër me thonë, jo, unë nuk du me dalë që ati. Nuk du më kalzu vejnë e gjenetit edhe mos me hi aty. Unë du me hi në gjenet me lejnë e Zotit të bareke vë teala. Allahu të bareke vë teala. Atë dit idh, do mon atë dit, atë qast, atë moment, atë dit të ndjekurit, të mëllojt, krijetartë, shefat, në raport me ata shka i kanë shku mas të bërna. Faraoni ju thot kejtve, unë në s'kam pun me ju. A punë me paranurëzër me mija njerëz kanë shkojnë gjenem. Për një Firauni momente në parë në akhirat thot se një kërkan. Qfar në gjenje ka me pas shka e kanë dje këta? Në gjenje parë Zotit Malkov. E Allah, pikrish të e vje. Të kam thonë, qish, por ti mëre une si krijetar kam, qas kam bëhe? E i thot, hic njofës është t'i kushije. Shë kam mërë nga lëm tanë une kam nga lëm teme. E Allah që thot, si kur t'i shihje kur dahën në mezvet. Allah që thot, si kur t'i shihje të të mëdhejt, kur të të ndahën pit veçlive. S'u njofët, faraonat shumë. E Bugjeli thot, s'u njofët në sheka që në gjenem. E shumë për krijetarëve, zë më qartë, të thë njerëzë, s'u njofën atë ditë. Se s'ka mundësi që shme njofë, dhe a i lethë mbran ka për vetë, jo. Ka mundë me shpëtu dikant tjetër. Dhe do t'a shojnë dënimin. Wa ta qatta'at bihim al-asbab. Dhe ju këputën këta lidhjet. E para, akrabolloku. Mo njerëzit janë të lidhë për akraba. Thot babe ka mëne, i keq i mirë, së një aprishi. A i thot vla e ka mëne, vla jem, dërvish më kanë, pa besimtar më kanë, vla e kam. E Kur'ani thot ndryshe, te e ki vla si pijak. Ama në feja dyshe tjetër. Muhammed e Sam babën e ka pas pa besimtar. Muhammed e Sam nanën e ka pas pa besimtar. Muhammed e Sam miqën e ka pas Ebu Lehebin pa besimtar. Ebu Gjeli kusherin e Sam o kom pa besimtar. Apo Nuhi a.s. djallën e ka pas pa besimtar. Babën Ibrahim a.s. e ka pas pa besimtar. Nuhi gruin e ka pas pa besimtar. Luti a.s. gruin e ka pas pa besimtar. A mund dikush me thonë, ama vllavi jem, të ajtu nishka për cilët tituj në të fol. Tituj, pengamber, Zotja ka po djallën pa besimtare ka po. Edhe kur ka thonë, o Zot djallin, ka thonë, mësë më thuj edhe njerë kur qështu. Ka thonë, po t'jap këshil, kur mësë më thuj më për djallin. Që këtë gjallë jo, se gjallë ka fi. A në vëzër Allahu që ka thotë, a dit, askush nuk e njetë dikan me lidhje. Allahu ka përjashtu nga gjitha lidhjet pos një lidhje. Et e khilla, jo me idhin. Allahu që ka thotë, dashamirt, njëzë që kanë miq, shok, a dit, kejt janë armisht njëri tjetërit. Illel muttaqin. Dvesh një lidhje mbet. Pos ata që janë konë të lidh për dëvëshmëri, për Zotin. Po, e ke pas një vëlla musliman, shpresohet edhe atë ditë me e takue. Por e ke pas një shok kujshia ti, ti besimtar, apo e kundërta, a gjë se gjenë. Dhe kjo ligjë për të gjithës. A dhe thë Allahu të bareke ve teala, atë ditë kur ta shohin azapin, do të ndahen për njëri tjetrit dhe nuk ju mbetet lidhje për mu lidh. Nuk mundet mi shku mi thonë, o bur, unë e për ti kam baje marketing të ankohen, hajde një mom tash. S'kam që me ti mu, këshyre për në tanë. S'munën. Andë Allah u gjitha, pse i tregon dhe zër të skena, për ta tregu, se këtë bosën e shetë i realiteti. Ti sot i shetë mbledhur, të bime, kuj diqka, e thu, a thuve këto janë njerëzit, i do mon, a i ka e njerëzve, Allah e thot, vesh kujtoje kër dalin a herat. Skena do t'jenë shumë të mërshme. Andë dhe zër ki Kur'an, synon me kriju të besimtari, besim të fort, besim të qëndrushëm, se Allah u të bareke ve teala nuk lejon që të adhurohet me ata edhe dikush tjetër. Qoftë ato njerëzi, qoftë ato idhuj, qoftë ato ligje, qoftë ato rende, të shpikura, e kështu me radhë, të gjitha nuk janë të pranuara te Allahu te bareke ve teala. Dhe Allahu xhelal. Dhe ata të cilët kanë qenë ndjekës, dveçlit, turma, popull, ju kanë shku pas një njerit. Sikur që sot një njerit, andaj disa predikatorë kanë thënë,
Ato shka janë fesatgji në dunja, zyrtarish janë pak. Ama ato shka janë zyrtarish janë shumë. E gjenë sot një perandor një emën e ka, një fesatgji. Ai vetë kur gjënë së mbalë. Apo, vetë kur gjënë së mbalë. Ama ministrat, ama ato shka i rrimë pas e i thojnë mire kije, voraje, burgose, mite, shkatroje, këto vëzër, beshari vëzër së në ka mujtë vetë me 500.000 njerëzi. Pa i ka pas që i kanë thonë, shka po thu ti na e bojna? A është e drejt kur dalë në akiret, veç beshari me i në gjenem? Nëse vdes në këtë gjendje? Jo. A është e drejt veç faraoni me i në gjenem? Jo. Ke që e keni majtë fronin, bashkë. Kjo është Kur'an. Thëtë Allahu te bareke ve teala. Dhe thonë ndjekësit, lau enne lena kerra. Edhe një shansë me pas. Veç edhe një herë mu këthin dunja. E din shka bojnë na. Parënë dhe zërë, kur ta shojnë madhështina akiretit, thënë, veç edhe një shansë me pas se e di unë qka baj. Thëtë Allahu gjillu ala, fëne të barra e minhum, kema të barra u minna. Mu kanë me ardhë njëherë në dunja, veç edhe njëherë ti të regoj se zdu tyje, dana për tyje, nuk jam me tyje. Allahu gjillu ala thot, kema të barra u minna. Do të thorë këta doptit, sikur që jo sot në latë neve në loqë. E u datet për neve. Nga se s'kanë mundësi edhe me dashmi një muë, së një ndihmoj. Thëtë Allahu te bareke ve teala, kedhalik yurihimullahu a'malahum hasaratin alejhim. Thëtë Allahu gjele gjelaluhu, kështu Allahu u atregon atyre veprat e tyre. U anëzirë Allahu gjele ala veprat e tyre hasaratin alejhim. Ato vazhdimisht ka me thonë, kuku për mu, i meri unë qaku. Ka orë di koment. E para, ka orë se kur ta shohin çka dash me bën, pit mirave si kanë bën, edhe pit këqijave çka i kanë bën, kanë me thonë kuku për mu. Pse mos e komon këtë? Pse e kanë bën këtë tjetër? Dhe ka një koment tjetër se kanë thonë, çka nga Suddi, ka thonë ja u tregon Allahu vënë çka i kanë humbë në xhennet. Dhe shire ku ke pas me shku? E Allahu xhelalu ala çato vënë ja u ndon besimtarëve. Një besimtar merr për shembull me një 2-3 veta që kanë hinë gjenem, apo dhe më shumë, edhe aji thot kuku për mua. Kini pa dhe zë për shemë, kur i thu dikujna që të 500.000 patë me fitu, po si fitove në këtë dunja, të kom pas me fitua, po si një fitove. A e ka pas rejti, e këput para më në vëzër, kur s'ka këthim atë ditë që gjeneti, që tu ke mujt me hi, s'ke hi, dhe s'ke me hi, po jo veç kaq, nuk kam veç kaq, ish pështu, kime hi në gjenem. Allahu që thot, hasaratin alejhim, dhe ka arë shumës të pandal të hasrete. Kuku, mjetë për mua. Keq ardje dhe vazhdushme njëra pas tjetërës, dhe kurora e kësaj mërzije dhe këti piklimi, thot Allahu gjillola, wa ma hum bi kharijine minë nartë. Dhe ata, kur zdo dalin për zjarë. Allahu në rrujt nga zjarë i Zotit, nga gjenemi Allahu gjelle gjelle.